Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Takohemi në emisionin ton Impact, si gjithmonë, me mua Milenën, me dy të ftuarat e mia engas për një çështje shumë sensibël në këto ditë të nxehta vere. Gjithmonë, sa herë vjen plazhi, nuk mund mos kalohet pa diskutuar edhe veshja e grave muslimane. Mos harrojmë që vjet kishin disa masa që tentuan të bëheshin definitive në Francë, në Nicë, u ndërmorën hapa ligjor për të ndaluar veshjen e grave muslimane në plazhet e Francës, si të papajtueshme me etikën e plazheve të tyre, dhe me qënë se këto gra i përkisnin komuniteteve të ardhura në Francë, siç mund të ishin arab apo të tjerë, u tentuaj që të bëhe kjo. Pati edhe disa tentativa të tjera që në Londër të bëheshin testime të aktoreve të cilat vishnin veshjen muslimane, burkini që quhen ndryshe, për të parë reagimet e njerëzve, a ishin pro apo kundër. Dhe në fakt, testimet apo këto lloj videosh që janë tashmë të shpërndara nëpër YouTube dhe në rrjetet sociale, u vure që njerëzit e thjesht, pikërisht plazhistët, nuk kishin asnjë lloj problemi për ndodhjen në të njëjtin plazh me gratë muslimane. Gjithashtu unë vetë praktikoj veshje muslimane, edhe unë nga plazhistët ku unë shkoj nuk shoh ndonjë reagim kundër veshjes time, përkundrazi shpesh më vinë gra apo burra dhe më pyesin ku e ke bler këtë veshje që ta gjej unë, pasi ju pëlqen dhe duken më komode. Gjithsesi, për më gjër, ne kemi marrë shkas faktikisht nga shkrimi racist, tepër i pa bazë, edhe me nota ignorance fetare, po edhe ignorance qytetërimi mund të them, të Diana Çulit dhe Mentor Kikis. Janë bërë disa emisione televizive në media të tjera, marrim shkas për ta diskutuar këtë edhe në Impact. Me mua sot është Ylka Tafçiu, është teologe. Mirë se erdhe Ylka. Është gjithashtu Dafina Avdiu, që është master në psikologji. Mirë se erdhe Dafina. Neve shpesh na bëhet akuza që jemi të dhunuara. Do me thënë, ne dhunohemi për të mbajtur veshjen tonë, ne dhunohemi ose imponohemi nga pjesa maskiliste e familjes, që mund të jetë burri, babai, apo vëllai, pra dikush fetar në familje, i cili na paskësh ka imponuar neve mbulesën. Është ky realitet? Dafina, ty të ka imponuar dikush të mbulohesh? Jo, as pak, nuk bëhet fjalë për të kemi njëri në familje apo në farefisin tonë që na imponojnë veshjen apo fen, nuk ka ndodhur kurse të paktën unë në njerëzit e mi të afërt nuk bëhet fjalë. Unë kontaktet e para me Islamin i kam pasur që në moshën 13 vjeç, sepse mua më ka rritur gjyshja, edhe ajo më ka transmetuar gjatë viteve të mia të jetës. Më ka transmetuar hadithe nga profeti Muhammed alayhis salam dhe mua më kanë ardhur shumë të dashura, ajete kuranore, të cilat unë kam gjetur veten aty, edhe me kalimin e viteve kam pasur kontakt me shoqe muslimane, madje kur i shihja, unë vetë nuk kam qenë një tip kështu, edhe akoma jam si djaloshare. Në parantezën do them këtu, arsyen pse unë zgjodha që ti t'ishe në këtë emision, ndoshta disa që e njohin Dafinën, e din shumë mirë që Dafina shquhet apo njihet nëpër Tiranë si vajza me shami që lëviz me motor. Dhe unë personalisht e kam takuar pak para emisionit, nuk e njihja, por për Dafinën, për vajzën me motor, kam dëgjuar prej vitesh që është një vajzë me motor që lëviz nëpër Tiranë dhe më pëlqen dhe shumë ideja. Këtë do thoja unë, domethënë vendosjen e shamis time e kam parë si më tepër si obligim hyjnor, sesa detyrim nga bashorti apo dikush. Dihet se tradicionalja shqiptare është që ato duhet të ndjekësh hap pas hapi idetë e tyre, por ne shohim që bëjmë atë më të mirën e mundshme. Domethënë ne tradita e jonë, gjyshet tona kanë qenë të gjitha me shami, qofshin ato ortodokse, qofshin ato të feve të tjera, përveç muslimanëve. Ajo dëshironte që unë ta vendos shamin që herët, mirë po duke qenë një fëmijë shumë i lëvizshëm them, domethënë nuk e imagjinoja veten të tillë, ama obligimet tjera fetare, si janë namazi, agjërimi të tjera, unë i kam praktikuar gjithë këto vite, ndërsa shamin e kam vendosur para 7 vitesh. Ndërkohë shkoja shpesh nëpër xhamia, edhe i frekuentoj gjithë xhamitë e Tiranës. Kam ndjekur kurse edhe konkurse të tilla, domethënë, edhe kam gjetur veten mes tyre, edhe mbulesa më ka ardhur kështu, domethënë natyrshëm.
Pra ti ndërkohë që ke vënë mbulesën, ishe e martuar, kishe një familje? Po, normalisht, po. Unë para 7 vitesh kam vendosur shamin, edhe... A ishte ky një ndryshim i papritur për familjen tënde, për bashkëshortin tënd? Jo, për familjen jo, se ne kemi kështu dhe më të trashëguar fen, siç thash që gjyshja ime na ka trashëguar, edhe maman time kam të mbuluar, por unë e kam ndjekur, domethënë, nëpërmjet shoqërisë. Unë me shoqërinë time, domethënë, e kam parë ishia, e kam pëlqyer po veshjen, edhe e kam studiuar faktikisht sepse marr pjesë në shumë ligjërata dhe e di që është një urdhër hyjnor, Zoti e ka bërë femrën, e ka urdhëruar të mbulohet, edhe ne thjesht kemi, si më thon, i obligojmë Zotit më tepër se sa krijesave. Ju keni edhe vajza me shami apo? Po, unë kam vajzën time të madhe, domethënë ajo kishte 2 vite që dëshironte ta vendosë shamin, se unë e kam marrë gjithmonë nga dhe që kam qenë, e kam marrë me vete, edhe ajo din shumë mbi fenë islame, edhe ka vendosur, domethënë, Në cilën moshë është mbuluar? Është momentalisht 17 vjeç, domethënë në moshën 15 vjeç. Para 2 vitesh. Po, si ka bërë me shkollimin? Me shkollimin, kjo është një temë shumë e gjerë. Unë jam munduar shumë, domethënë mbasi mbaroi këtë 9-vjeçaren këtu. Ajo dëshiroi ta fusja në shkollë, gjimnaz, por siç dihet, domethënë këto problematikat e këtushme. Jo, në fakt ligji nuk i ndalon vajzat me shami që të studiojnë në gjimnaze publike, në fakt. Në fakt, unë kam qenë disa gjimnaze, ose gjimnazin në përket plagjës tonë. Po, praktikisht është ky realitet që thoni ju, që mentor Kikia nuk flet për këtë lloj dhunë, ky është realiteti që punën në çadër. Unë sapo kam mbaruar shkollën, kam vajtur tek gjimnazi për të regjistruar në shkollë dhe kam folur me drejtorin, edhe më ka thënë që nuk mundet, është këtë pamundur, shko madje kështu me përbuzje, shkote medreseja se ju i përkisni medreses edhe nuk e kupton. Pastaj po me shkrim askush nuk ka dhënë asgjë. Jo, nuk jam munduar më tej sepse deshi Zoti u gjet një mundësi krede shumë e bukur, shumë tashmë ajo studion në Turqi. Edhe është mirë, ka vendos shamin, është shumë mirë me fen, me gjithçka. Nuk ka nevojë të bëjë të luftën me këto mentalitetet shqiptare. Jo, i ka pas dhe e ka vujtur shumë ajo. Po tashmë çdo gjë në Turqi është shumë rahat. Po, është shkollë. Po kjo në fakt i gëzon shumë, ndoshta edhe disa persona të tjerë islamofobë që do donin që ne shqiptarët me shami të zhdukeshim nga qarkullimi, edhe mundësisht mos dilnin as në publik, as në... Jo, ne nuk do zhdukemi, ne inshallah ne do shtohemi siç po shtohen faktikisht, dhe ne jemi një faktor i madh këtu. Edhe inshallah do shkoj përmbar. Jemi shqiptar mbi të gjitha. Jemi shqiptar, sigurisht. Jemi qytetar këtij vendi, kemi të drejtat tona, të barabarta, më tepër se gjithkusht tjetër, kështu që është e padrejtë kjo që na bëhet faktikisht. Normalisht. Ylka, doja të më thoje, ky mbulimi, pse thuhet që është arab? Domethënë, ju jeni dhe teologe. Ne dim shumë mirë Marian, ose figura të tjera të fesë katolike, apo të feve të sekteve të tyre, apo të feve të tjera monoteiste, apo edhe hebrejnë të kanë. Ku ka lindur mbulimi? Ka lindur tek arabët, apo? A mund quhet diçka arabe mbulesa? Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht falenderoj Migena për ftesën. Ndjehem si në shtëpi time normalisht, sepse mes motrave muslimane. Tani, kjo lloj teme faktikisht do preferoja që ta nis nga prezantimi vetes, si fillim, sepse normalisht është mbase era parë, mund të them, që kam kontakt drejt për drejt me dëgjuesin mbase. Jam Ylka, domethënë, kam studiuar për teologji në Damask edhe ka disa kohë që mbaj veshje, meqense kemi para luftës, ëh? Në Sirinë e para luftës. Të mrekullueshme të bukur. Jo siç e shohim tani. U bë disa kohë që jam me këtë veshje, domethënë mbi 20 vjet mbase, dhe mendoj që kam shumë për të folë sot, për sa i përket. Mbase mund të jem ndër të vetme që nuk kam folë rreth kësaj teme, drejt për drejt, po themi. Opinioni im do ta nis nga pyetja tani që mu drejtu, për sa i përket origjinës veshjes, shamis. Origjina sigurisht që është shumë e hershme, domethënë për ato që e njohin historinë, qoftë atë nëpërmjet mënyrave po themi laike apo nëpërmjet historisë fetare klasike që studiohet nëpër shkolla. Sepse në një pikë na bashkon të dy palët, domethënë historia është një e vetme dhe termat janë ato që bëjnë atë dallimin. Dhe gjithë diskutimi është për çështje termash, për mendimin tim, si i them unë dhe si e emërtoj unë diçka dhe si e emërton ti.
Dhe mendoj që duhet gjejmë gjuhën e përbashkët. Qytetrimet nuk kanë lindur sot, ato kanë shekuj që kanë lindë dhe janë vendos tashmë të gjitha gur themelet e qytetrimeve botërore. Ne thjesht do japim opinionet tona, do të regojmë se çfarë përfaqësojmë ne dhe për çfarë jemi ne këtu sot, në rastin konkret. Për sa i përket origjina e parë, mund të them që veshja ka lindë që me njeriun e parë, domethënë, që nga momenti që Ademit ose Adamit, siç i thonë të krishterët, i ra domethënë veshja që ishte simbolik në parajs, bashkë me bashortën e tij Havan apo Evën, siç e quajnë të krishterët, dhe që aty domethënë Zoti u preferoi që si më thënë, u zbriti, i udhëzoi që ato të mbanin një petkë, një mbulesë për trupin e tyre, dhe u tha dhe i sqaroi që kjo do të jetë mburoj për ju, domethënë qëllimi dhe funksioni i kësaj veshje do të jetë për shkak që kjo do ju mbrojë nga ftohtot, nga të nxehtët, nga rrezet e diellit, po do jetë edhe që të mbuloj pjesët e turpshme të trupit. Por veshja e devotshmërisë është më e mirë për ju nëse ju e dini. Domethënë kemi dy lloje veshjesh, kemi veshje simbolike, domethënë të dukshme, që është mbulesa e zakonshme që dihet, dhe kemi veshje morale, domethënë që Zoti e ka konsideruar si veshje e devotshmërisë. Pastaj më vonë ka pasur domethënë kjo traditë, sepse her pas here dihet domethënë që Zoti ka dërguar profet dhe gjatë gjithë kohërave i ka udhëzuar domethënë me udhëzime të sakta hyjnore për sa i përket çdo çështje, jo vetëm veshjes, po ndërta ka qenë edhe rekomandime që kanë lidhje me veshjen, me etikën e të dalurit, po themi, jashtë, se si do sillet njeriu që është mëkëmsi i Zotit në tokë, që konsiderohet. Dhe thuhet që po ta shohim, domethënë po ta studiojmë historinë apo dorëshkrimet apo dhënat që kemi sot për sot, fakte, shohim edhe qoftë edhe foto apo imazhe, domethënë piktura, relike të ndryshme, domethënë që na gjenden sot nëpër muze të ndryshme nëpër botë. Aty do të hasim, domethënë që origjina pas ka qenë veshja dhe jo çveshja, domethënë është i çuditshëm ky fakt. Ose më saktë evoluimi, ka qenë nga ajo gjendja që ne kemi parë te njeriu shpellave dhe po të shikojmë dhe këto imazhe në historinë e kalamajve, njeriu është kështu si majmun që pranojnë ose argumentojnë teorinë e evolucionit dhe përfundon në një njeri shumë të veshur madje. Domethënë evolucioni shkon drejt mbulimit, po ta kapim nga kjo pjesë. Dhe kemi dhe rastin e vetë këtyre, po themi, pro-perëndimorëve që domethënë e mbrojnë, po themi se çfarë qytetrimi, po për çfarë debati po flasim, për debatin mes krishtërimit dhe islamit. Dhe këtu ndërkohë vetë filozofë dhe shkencëtarë të ndryshëm, domethënë e kanë bërë shumë kohë para nesh këtë debat. Ato i kanë ezauruar pothuajse të gjithë argumentet e mundshme dhe të gjithë kanë dalë në një konkluzion që kjo është më e mira, po tani njerëzit janë të lirë të veprojnë si të duan, sepse vetë Zoti ka lënë njerëzit e lirë. Domethënë, Zoti ka kriju njeriu dhe e ka pajis me logjik. Kudo nuk dua të dalë në konkluzionin final, duhet ta trajtojmë gradualisht, sepse megjithëse është një temë shumë e nxehtë dhe ka nevojë për trajtim, po themi, rrynjësor, që të kuptojmë gjithë ne se për çfarë po hedhim, si më thënë, ujë për pjetë kot. Kjo është sepse gjitha këto, domethënë, për mendimin tim, kanë nevojë për pak mirëkuptim nga të dy palët. Gjithsesi, dhe ta trajtojmë më tej. Ideja ime ishte kjo, që domethënë ju e thatë shumë saktë që njeriu ka evoluar drejt veshjes dhe ka qenë e përbashkët për të gjitha. Pastaj vim tek civilizimet, atëherë kur shteti u nda nga feja, atëherë shikojmë një luftë faktikisht që i bëhet veshjes. Kemi një tentativë në mënyrë sistemike për të zhveshur gratë. Kjo për disa lloj arsyesh, sepse shkatrimi i familjes i ndihmon shumë, sidomos këto sistemet neoliberale që promovojnë një lloj liberalizmi, duan patjetër që njerëzit të rriten të edukohen pa limite, sidomos ato fetare, dhe përpiqen që fen ta paraqesin si shkakun kryesor të pravambetjes së njerëzve. Dhe për këtë arsye referohen shpesh kulturës arabe apo kulturës së vendeve arabe, duke na thënë që ata janë të prapambetur edhe juve, nëse doni të jeni si ata, nëpërmjet kësaj feje që keni zgjedhur, mund të shkoni në këto vende. Domethënë, ç'mendim keni ju rreth kësaj? Unë mendoj kështu që
ky diskutim që po bëhet në këtë Shqipërinë tonë të dashur, mendoj që këtu Shqipëria nuk futet ke vendet që e kanë diskutuar shumë nxehtë këtë lloj debati, siç janë Franca etj. etj. Këtu lind çdo gjë nga keqkuptimi dhe nga mosdia, për mendimin tim. Nëse ne do të flisnim më shpesh me njëri tjetrin se sa për njëri tjetrin, do të ishte ideale. Domethënë, mendoj që ne duhet diskutojmë të dy palët. Unë kam vure nga debatet televizive që kemi li. Atë do të them. Laikët dhe fetarët? Unë kam vure, këtë desha të them më sakt, kam kohët e fund gjithmonë, domethënë me aq sa po shohim nëpër media, po sidomos këto debatet e fundit më kanë lënë një shije sikur aty ka një tendencë për ta rrit diku. Të gjitha palët duan të nxjerrin një gur nga pusi, po se çfarë po kërkojnë nuk po e marrin vesh. Domethënë, duan me patjetër të na fajsojnë ne se ne po i çojmë mbrapa dhe po shkaktojmë ne gjithë këtë kaos që po kalon vetë vendi tranzicion, apo janë kush është faji, domethënë me pak fjalë. Le ta studiojmë, le ta analizojmë, më saktë. Në lidhje me po dalim tek veshja. Le të fokusohemi këtu, te kjo pjesë për momentin. Veshja, domethënë, çfarë simbolizon veshja? Pse u duket atyre sikur veshja është, po themi në gjuhën popullore, gogoli, themi ne, domethënë diçka absurde për njerëzit. Sot jam më gjatë, lexova një shkrim, nuk e di, nuk më vjen ndërmend autori, një femër me mbiemrin Mirdita, nuk e kam shumë të fiksuar, por aty kishte vjedh gjithë vrerin e mundshëm, sepse nuk kishte lënë asnjë gjë pa shkruajt në atë artikull, dhe unë nuk arrita kuptoj nga i lind njerëzve gjithë kjo urrëtie. Domethënë, a nuk jemi ne shtetas të këtij vendi? Pse duhet jemi ne delet e zeza të këtij populli kaq lumtur? Se këtu është lumturia perfekte dhe jemi ne ato që po e cënojmë, po i prishim jetën e lumtur njerëzve, se kështu i bie. Tani, shkrimi ishte shumë i dobët. Pa nivel, që nga ana gjuhësore dhe pastaj mënyra se si ishte analizuar. Domethënë, mua më duket jo vetëm ignorancë, po një kompleks inferioriteti totalisht përpara neve, përpara femrave me shami. Atë do të thoj edhe unë. Mua më duket si kjo pjesë është një si punë fasade, domethënë ato mendoj sikur duket se janë xheloze për ne. Sigurisht xhelozia po ato për brenda e kuptojnë që një femër muslimane me shami, njëri fetar, edhe një feje tjetër qoftë, fundja fare të gjithë fejet një synim kanë, domethënë morali i lartë, kërkohet morale të larta. Domethënë ato dëshirojnë që të jenë si ne, por nuk munden edhe çfarë edhe sulmojnë gjithkohës nga më të ndryshmet. Jo, në fakt gjithë femrat me shami synojnë të shkollohen dhe gjithmonë përplasjen e diskriminimit apo dhunës e kanë ndjerë tek dyert e shkollave. Duke filluar që në gjimnaz që privohen nga shkollimi, megjithëse ekziston ligji kundër diskriminimit që lejon çdo femër me shami apo çdo person i cili zbaton një rregull fetar të caktuar për veshjen, duhet pranuar në institucionet arsimore, pa asnjë lloj kufizimi. Në fakt, de facto, ndodh që neve privohemi nga kjo. Drejt siç e thatë dhe ju për vajzën tuaj, ka plotë raste të tjera që gjimnazin vazhdojnë ta kenë akoma problem. Iku kjo pjesë. Pastaj vim tek punësimi. Kemi pjesën më të madhe të vajzave me shami që janë edhe me mastera, edhe me tituj, doktor shkencash apo më shumë, që janë ende pa punë, ose vetë punësojnë privatisht, duke hapur ndonjë biznes të tyre, por aktualisht në administratën shtetërore apo në institucione arsimore, ka shumë pak. Po themi një 5%. Po që dhe ata kanë shfrytzuar njohjet e tyre apo lidhjet e tyre për të favorizuar kanë mbyllur një sy, si me thënë, nuk e bëjnë diçka publike. Ishte një augur i mirë prezenca e Albinës në Këshillin Bashkiak, që ishte diçka e votuar. Ishte po ashtu edhe një prezenca e disa vajzave kemi në spitalet e Tiranës, janë 2 ose 3 vajza që punojnë si mjeke aty, dikush farmaciste, ndihmësmjeke, po. Ka raste. Por gjithsesi ka plot debate të tjera kur këto hiqen nga puna për shkak të shamis. Numri atyre që hiqen nga puna ose që nuk pranohen në punë është shumë i madh. Dhe normalisht zoti Kiki apo të ishte kaq i shqetësuar për drejtat e njeriut apo për faktin se ne po dhunohemi, duhet të kishte bërë një shkrim pse dhunohen këto vajza me mastera, me titull shkencor, nuk pranohen të futen në punë. Për shkak të një veshje, këtë duhet ta theksojmë, që shkaku është gjithmonë vetëm një shami. Edhe zonja që ju përmendët ka bërë një shkrim vetëm për shamin, pa thënë fare se çfarë jemi ne.
Zoti Kikia dhe zonja Çuli nuk, do të thënë, gazetar në fushën e tyre, tjetra është me sa dion shkrimtare, për aq sa i kam ndjekur nga ato, nga aq sa kam pas mundësi që ti ndjek, ato mendoj që po themi pjesërisht nuk kanë të drejtë në tezat e tyre, por kam një bindje brenda meje që, do të thënë, aty ka dhe mbase mos informacion për sa i përket pjesës, që mos i hym në hak, po themi. Po i tolerojmë. Po i tolerojmë. Me këtë lloj mirë kuptimi. Mendoj. Po vete nuk kam një mendim, po mbaroj edhe do të plotësoj. Jo, kam një parim time që du të them atë që mendoj, do të thënë deri në fund. Qoftë dhe luftoj për të drejtën e fjalës. Është çështja këtu që mendoj që kjo lind, gjithmonë ignoranca kanë thënë tjerët më të mençur se ne, që është nëna e gjithë këqijave, dhe këto persona sikur të kishin lexuar pak më tepër para se të ngrinin kaq plur në ajër, do ishte më mirë. Besoj që kjo do na evitonte shumë keq kuptime mes nesh. Po, nga një ranë kam bërë edhe mirë, se mos ishin këto, s'do ishim sot këtu, mbase, kështu që deri diku, du ta shohim nga të dy anët medalje. Shania e gjithmonë ngjall debat. Gjithmonë, historikisht. Emisioni disat, shumë bëj për vajzat me Shania. Edhe pse është Dafina psikologja, unë po futem pak te fusha Dafinës që të futem psikologjinë e njerëzve tani. Pse e bëjnë ato këtë gjë? Pse mendoj unë që ato e kanë këtë, mbase nga eksperjenca, domethënë. Nga kontaktet e rrita njerëz, çfarë ju thon? Unë personalisht që të flas se kush jam unë që po flas tani. Personalisht po i kthehem jetës time, që nuk e kam edhe shumë gjatë, po nga eksperjenca ime po them. Kam një eksperiencë Kam shumë gjatë. 20 vjet nuk është pak. 20 vjet nuk është se është pak, po as shumë po them. Gjithsesi, kam mundësi që të shpreh diçka. Për sa i përket vetes time, nuk është se has në paragjykim të madh, sinqerisht, tani, ku është problemi këtu kur thot ai? Unë jam ndër të parat, mbase jo në Tiranë, po unë jam nga Dibra, ashtu siç është edhe Dafina, të dyja. Dhe ne e kemi, domethënë, kemi jetuar në provincë, dhe aty është më i theksuar paragjykimi, po themi. Dhe me thënë të drejtën, e kam vujt shumë këtë pjesë, po them në kohën para 20 vjetësh që unë kam qenë 18 vjeç. Pse? Për faktin se kam qenë më e vogël dhe nuk e kam suportuar gjithë ato opinion, sidomos kur isha e vetë, e para që e bëra këtë, po themi, këtë tabu në thojza. Dhe aty kam marrë një lumë sharjesh që Zoti na ruajti, themi ne, nga Dibra, por që kam menduar që ajo që po bëj është shumë fisnike se sa gjithë këto tjerat. Në atë moment, po themi, ky fakt më ka ngushëlluar, po t'i kthehemi kësaj gjëje. Mirë, po çështja është këtu, që nëse do isha me këtë mendje sot, lind pyetja, pse vallë, mbase nuk do ta kisha suportuar gjithatë, me thënë drejtën, sinqerisht, sepse është presion i madh të vërsulën gjithë njerëzit dhe ti në hakun tënd. Ti në shtëpi tënde, nuk është se po i kërkon ndihmë dikujt tjetër dhe ti ke lind në atë vend, nuk është se ke ardhur emigrante dhe vjet tjetrit të kërkon llogari, Kjo pak paradoksale kështu, pak sa e çuditshme. Dhe në atë moment, domethënë, e kalova, unë iku kjo punë. Mirë, po nxora mësim sepse unë gjithaj presion që më la kështu psikoz, po themi, më shkaktoi në të ardhmen dhe nuk e kisha të thjesht. Kjo gjë më bëri që unë ta marr më me sportivitet jetën, mbase më ndihmoi për një gjë. Kaliti po. Deri diku, thash, çudia më e madhe, thash 3 ditë zgjat dhe vazhdova rrugën, jetën se çfarë të bëja. Dhe ndërkohë që vim, domethënë, në Durrës, se këtu tani kemi shtëpinë tonë, transferohemi, mbase një ndër shumë arsye tjera ishte edhe ky fakt që unë duhet të lëvizja, sepse aty ishte shumë presion i madh dhe të paktën të jem diku tjetër, të jem marr frymë. Këtu kam has, po themi, mbase nga sjellja individuale, nuk e di, po unë e gjej veten shumë okay, shumë rregull me njerëzit, Mos them që falenderoj Zotin në çdo moment që unë kam vënë shamin, sepse kjo shami, nëse dikujt ja ka mbyll derën, mbase nuk e di, unë kam gjetë shumë preje, shumë shtetje tek shamia, po them. Nuk e di çfarë ka ndiku, normalisht që ka edhe janë të gjithë nuancat e shoqërisë. Megjithatë, unë tani nuk jam ajo vajza e vogël që kam kaluar dhe unë mundom të mirë kuptoj njerëzit, Mundom unë tani të mirë kuptoj ato. E di që ato nuk do më mirë kuptojnë dhe nuk do ma falin më mbajtjen e shamisë në kokë, sepse unë veshamin dhe të tjerët kam vap, dirësitën nga kjo gjë. Megjithatë, okay, do bim dakord.
nuk do zihemi për këtë gjë, sepse e teprum si shumë me këtë muhabet. Nuk kemi pse zihemi, sepse Shamin po e mbaj unë dhe nuk po e mban ti. Ti i lirë mos e mbash, unë nuk po të detyroj ti që ta mbase mos është ky Migena që ata ndjen një lloj presioni, sikur ne do ta shamizojmë gjithë vendin, edhe kjo mund të jetë, them unë, mendimi im. Tani, të bëjmë një marrëveshje fjale. Po, flatemi shumë të bëjmë një ndërhyrje këtu. Kemi Arabinë Saudite që e ka me ligj detyrimin e mbulesës, ndërkohë mbyll syt kur shkon Melania Trump, madje fotografohen të gjithë princërit arab në mënyrë shumë të turpshme dhe pa etik, duke parë Melania Trump, ndërkohë që Trumpi ishte pak më përpara. Shqyenin syt duke e parë atë dhe të bijën. Dhe nga kjo anë, këtu kemi një shtet i cili në mënyrë diktatoriale ta themi, kjo fetarisht ti mund ta plotësosh që Shamia nuk mund të imponohet nga askush, nga ana fetare. Pra, asnjë ligj nuk mund të detyrojë një femër të mbulohet, sepse në fund i bie që kjo femër e ka mbuluar për shkak të ligjit dhe jo për hir të Zotit. Dhe këtu kemi nxitur atë femër të bëjë një gjunaf shumë të madh, sepse niyeti i saj ose qëllimi i mbulesës së saj është jo i pastër, nuk është për hir të Zotit dhe nuk pranohet tek Zoti. A është kështu? Kjo është mos e vërtet dhe jo, më lër ta përfundoj këtë. Dhe ky shtet që është Arabia Saudite absolutisht nuk listohet si shtet që po i bën dhunë grave muslimane, madje na thuhet dhe neve shkoni atje nga i shteti, domethënë ku aty ka lëvizje grash që po protestojnë, meqense atje gratë jo më në motor si që bën ti, po as makinës nuk i japin akoma, nuk lejohet, megjithëse ato vinë në Londër japin makinës Ferrari e gjitha kënaqen, s'ka rëndësi kjo. Ama politika kundër islamit bën që këta të mbyllin syt kur ka shkelje të drejtave njerëzit nga një shtet i tërë në mënyrë me ligj dhe i mbyllin syt nuk flasin. Pse? Se duan milionat e tyre. Duan ato parat për naftën që marrin edhe për armët që këta blejnë. Ndërkohë në një shtet si Shqipëria, ku këto 5 goca, 5% sa mund të jenë popullsisë që janë mbuluar, i shqetëson nga kaq shumë këta individ që quajnë veten intelektual apo gazetar dhe mbrojnë të drejtat e njerëzit, po prapë edhe për këtë pjesë do flasim më vonë. Gjithsesi, mua kjo më bën përshtypje, që neve nuk mund ta imponojmë me ligj, kështu që edhe ne nëse do jemi dikur, siç e the ti, shumicë në këtë vend, nuk do imponojmë as Diana Çulin, as Iris Luarasin, dhe as të gjithë këto femrat e tjera që kanë qejf të zbulohen, që të mbulohen. Pse? Sepse është e drejtë e tyre dhe nëse nuk bëhet në mënyrë të lirshme mbulesa, nuk pranohet tek Zoti, nuk është më fetare, apo jo? Prandaj thash, që nga ajo është paragjyku komplet artikulli, domethënë aty ka një mos informacion rreth islamit. Kjo është çështje gjeopolitike, politikat globale, gjithçka domethënë le vend për koment dhe ne tani jemi dëshmitar gjithë sepse po jetojmë në një fshat global dhe po i shohim ngjarjet kështu në sekond, që po lëvizin dhe po marrim satisfaksione të ndryshme nga krerë shtetesh apo figura, persona publik, domethënë që aty po ndjejmë një po themi një ndryshim katërcipror të gjendjes, gjithçka po evulon, nuk e dim se ku po shkon kjo botë. Për mirë apo për keq gjithçka po ndryshon, por një gjë të jemi të sigurt që qytetërimet janë ato që kanë qenë, njerëzit janë ato që po konfrontohen dhe po krijojnë gjithë këtë zhurmë, shumë zhurmë për asgjë. Për mua ajo që është e re në kohën sotme janë laikët. Gjithë kohën kanë qenë luftra fetare, kishim kryqëzatat, kishim kalifatin. Sot janë laikët. Është futet edhe kjo pjesa tjetër. Laikët për mua janë ata që nxisin luftën ndërmjet fetarëve dhe vetrin bën qef. Shumë e vërtetë. Mbushin xhepat. Shumë e vërtetë. As nuk i intereson feja fare, as nuk i intereson se çfarë bëhet, thjesht janë ato që bëjnë komente nëpër Facebook më saktë. Kjo është minimumi. Po ato përmarrin lëvizje të tilla të mirëfillta, qofshin ligjore, kemi në Austri rastin e ministrit jashtëm austriak i cili na akuzoi pak muaj më parë që tha ju e mbani Shamin për lek, pagueni, se nga kush paguhesh me dia ai. Dhe sot kemi një ligj të ri në Austri, ndërkohë që në Austri vajzat muslimane kishin shumë të drejta, ato punësoheshin kudo, kishin mësuese me Shamin, kishin kudo. Kjo më bën përshtypje mua. Sot kemi një tendencë ligjore për të mbyllur të gjitha kopshtet muslimane në Austri. Kemi gjithashtu në Francë një tendencë që të kopshtet mos lejojnë që fëmijët muslimanë mos hanë mishin e derit. Kishte më përpara një rregull që në kopshtet ku ka fëmijë musliman të mos gatuhet mish deri, për shkak se ata nuk e hanë. Sot thonë jo, ju do ta hani njësoj si gjithë të tjerë. Do ta hani se s'bën. Pra, ai fëmia i shkret i cili nuk e ha mishin e derit do të ndjehet i imponuar nga kopshti francez,
që ti ta hash mishin e derë. Pse? Se unë dominoj sot, jam ajo fuqia Unë jam dominuese. pushtet dhe do bëj ligjin. Ligjin tha e bën ba ligji. Tani, këto gjithë për fona vendimin tim, unë mendoj që duhet fokusami të vendi jonë. Kjo është emergjente, imediate. Unë them që s'mund na krahasojnë ama me këto shtete. Këto janë Këto lloj rregullash që ata kanë Sado që bërë kanë nuk mund ta bëjnë në Shqipëri. Sado që kanë rënjë, domethënë të hershme me pjesën e qytetërimit, ato kanë të metat e tyre, gjithë njerëzit janë në evulime sipër dhe kërkojnë domethënë në atë hapësirën e tyre që të gjejnë një fije drite, po themi, shprese, dhe gjitha kjo është luftë për pushtet, për dominu, njëra palë mbi palën tjetër, dhe mendoj që shumica e problemeve nuk lindin nga feja, pavarësisht se feja gjithmonë është, qoftë ajo krishterë, qoftë ajo islame, është akuzu historikisht domethënë puna fesë. Megjithatë, politika sot po i bën gjithë përçarjet mes njerëzve dhe njerëzit nuk duhet bëjnë prek kaq lehtë këtyre mendimeve. Tha njëri një opinion apo një shprehje dhe o burra ne ta besojmë. Në fundit ne duhet shohim origjinën, aty ku kemi lind, vendin ton, të mbrojmë domethënë po themi vetë shoqërinë tonë, se gjithë jemi kështu për patriotizmin, për vllazërinë, për unitetin, ama këto janë gjitha për mendimin tim ngelen në po themi teori, përderisa ne nuk marrim përsipër iniciativa që t'i vëmë domethënë zbatim gjitha këto që themi. Dhe për gjitha këto nuk duhet shifet mbase edhe ai që ka thënë feja shqiptare dhe shqiptaria këtë ka pas për synim, që duhet merren në konsiderat vlerat dhe jo gjëra domethënë që nuk ngren shumë pesh për formimin e një personi. Siç e tha dhe një motër që e tha, një teologe nga Jemeni, një shkencëtare që njeh sot gjithë bota, që mos shifni tha atë që kam mbi kokë, po shifni atë që kam në mendjen time, sepse ne kemi nevojë të shpalosim nëse ti më paragjykon mua, unë ku do ta shpreh atë që di, domethënë. Ti ma ke bë, po themi, më ke vu embargo, barierë, që në fillim dhe unë nuk kam më tepër se ta vazhdoj më shumë. Kështu që na jepni një shans, sepse kjo është më e mirë për të dy palët dhe nuk ka detyrim në fe, se ky ajet po përmendet si shpesh. Është një citat në Kur'an që thotë të Zoti i madhruar, nuk ka thot detyrim fe, edhe ti si kur dush nuk të pranon. Që në Kur'anin aktualisht është përkthyer nuk ka dhunë në fe. Nuk ka dhunë, është përkthyer. Dhe ky është një interpretim që mbaj mund më saktësosh, që ky ajet ka zbrit për rastin e një qifuti i cili impononte me zor fëmijën e tij për ta çuar për të mësuar tek një fetar tjetër. Edhe u mor si shembull ai rast, ai e dhunonte, e rrihte që ti duhet shkosh marrësh mësim me fetar. U mor si rast ky për të nxjerrë shembull edhe muslimanët. Mos i detyroni fëmijët tuaj të mësojnë fen. Nëse ata duan, okay. Nëse ata nuk duan, ky ishte një debat në fakt në emisionin që u bë tek News 24, ndërhyrja e një prindi musliman avokat që fatkeqësisht sot nuk është midis nesh, ai ishte i ftuar në emision për arsyet e tij. Ndërhyrja e tij për një lloj, ta themi, tendencë imponimi ndaj fëmijëve për të zbatuar fen apo mbulesën, domethënë. Ndoshta Dafina edhe si psikologe mund të ma thotë që ju do të përdornin autoritetin prindëror për të imponuar fëmijëve tuaj që vajzave mbulesën apo qoftë edhe namazin apo qoftë edhe rritet të tjera fetare. Si do ndikonte kjo ke fëmijët? Kurse si nuk do të ushtroja asnjë lloj presioni mbi to. Fëmijët e mi kanë qenë gjithmonë lirshëm në këtë pjesë, në çdo pjesë të jetës, sidomos për çështjet fetare, ato shumë kanë dëshiruar, domethënë, sepse unë gjithmonë i kam marrë, kudo që kam marrë pjesë, i kam marrë me vete, edhe ato dëshirojnë që edhe namazin, edhe shamin, si thash më parë, vajza e ka vënë me dëshirën e vet. Unë 2 vite ja kam ndaluar, si më thënë që prit se je e vogël akoma, domethënë sepse doja që kur ta vendoste të ishte shumë e sigurt në atë që pavarësisht se pjesa e shoqërisë muslimane, më thënë, pse ti nuk e lejon, ajo dëshiron. Mirë po, unë i dija këto problematika edhe... Nëse e do ta hiqte shamin një ditë? Nuk e imagjinoj që mund ta heq, por është e drejta është e drejta saj edhe, por ajo është mirë një informuar. Ju si prind do mbanit qëndrim për këtë? Jo, s'pak, kurse si. Jo, në asnjë mënyrë. Mbetet fëmia juaj gjithsesi? Ajo është shumë e informuar mbi fen, sepse tashmë po studion për fen, edhe e din dhe ndihet shumë krenare për vendosjen e shamis. Ajo lutet e dëshiron që edhe motrat e saj ta vendosë shamin mbas disa vitesh kur atyre
u bëhet obligim kjo, edhe ne vetëm mundemi, ne si prindër, mundemi që duhet i mësojmë se ç'është sa e bukur është feja edhe ritualet që, domethënë, nuk ka kurse si imponim. Ndash në vendosje shamis, ndash në namazin, ndash në agjërimin, janë gjëra domethënë që lindin kështu natyrshëm, shpirtërisht. Juve Ylka e keni vajzën pa shami apo jo? Vajza ime ka përfunduar klasën e dytë, është akoma e vogël. Edhe djali është më i madh, ai tashmë domethënë është po themi një praktikant. Ai nuk do shamis, mentor Kikia vdes ti mbuloj edhe meshkut. Jo, isha ke pjesa që është një praktikant, domethënë unë nuk është se kam bë, unë fakt jap mësim, jam mësuese e teologjisë dhe i mësoj njerëzit rregullat etike, morale, etj, si duhet sillemi, si duhet sillemi në familje, si duhet ta ushqim me dorën e djathtë, çfarë duhet themi, duhet përmendim emrin e Zotit, Bismillahirrahmanirrahim, sepse për këto kemi nevojë, se ne kemi pas historikisht fen, nuk është se sollën arabët te ne, po ne jemi një vend, po themi me përbërje myslimane, domethënë në rënjë, në bazë. Kështu që le ta mohoj kush të doj këtë, po ky është një fakt që nuk i themi ne, nuk mbulohet dielli me shosh. Megjithatë jemi prapë të lirë, kushdo mund t'i praktizë ato. Po nuk ka pse tremet njëri nga kjo gjë. Jo nuk e kuptoj pse duhet ta marrin si sfidë këtë që thash unë tani, për shembull, apo dikush tjetër. Pse duhet të trememi nga ky fakt? Pse që jam musliman, çfarë ka përveç fakti që kam vënë një mbulesë, po themi me lule në kokën, në rastin konkret, çfarë risi ka këtu apo ti apo vajza motra tjetër? Çfarë ka këtu për tu po themi misterioz, ë? Çfarë po bëjmë ne tani këtu? Kush jemi ne? Çfarë përfaqësojmë? Ne përfaqësojmë familjet tona, kaq. Vendi nga ku kemi ardhur, jemi pjesëtarë me të drejtat plota të kësaj shoqërie. Për sa i përket familjes, dalim te fëmijët e mi. Vajza ime Tibiana është një tip, po themi që mund të them që është e prirur nga moda, se aty e shoh gjithë ditën që është e fiksuar, dhe s'ma ka marrë mendja kur që vajza ime do futet në këtë pikë, po gjithsesi, sepse është edhe me prirje, Zoti i ka kriju njerëzit dhe u ka futur ato dhuntit e veta. Mirë, kemi edhe stiliste grash me shami, nuk ka lidhje, moda nuk ka. Jo, nuk ka, përkundrazi. Çdo risi në këtë botë, qoftë nga ana teknologjike, qoftë nga ana sociale, kulturore, shikohet brenda parimeve. Arabët atje në Siri e kishin një shprehje shumë të theksuar, domethënë Zoti është i bukur thoni dhe do të bukurën. Dhe këtë është ajet me Sadion. Jo, ajet është, nuk e di. Inna Allah Gjemilu në juhibul Gjemal. Pastaj kemi shumë i bukur kur shkoni të faleni, është ajet e surja Xhuma, këtë e mbaj mend të paktën. Po, kjo ja ju ledhina amenu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pra e bukur është gjithmonë prezente në Kur'an. Etikja, gjithçka e pastra, Zoti do të pastrit, nuk do hyjnë në xhenet përveç se të pastrit, në parajs. Do të thënë këto na mëson feja, nuk po na mëson gjë tjetër, do të thënë. Këto janë armët më të fuqishme, ë? Po themi. Tani, një moment, të ndalemi në çik këtu. Kemi një Diana Çuli. Kemi një shkrimtare që unë, domethënë të më flasi Diana Çuli për drejta e njeriu, më duket hipokrizia më gjigande dhe më e madhe që mund të ekzistojë, më duket mungesa moralit në maksimum, domethënë, ndërkohë që për një interpretim poetik, dy poet janë pushkatuar për interpretimin që ajo bëri si eksperte në një gjykim që bëhej në kohën e diktaturës. Domethënë të flasësh ti për drejta e njeriu që ty në atë kohë të duket drejtë dhe në shkrimet që debatet që janë bërë në media, ajo e mbron veten e saj që unë isha e detyruar, ndryshe nuk isha, një person i tillë për mua, po t'ishte sadopak e sinqert na e çante hallin realisht neve gotën me shani, nuk do kishte fare kurajo të më fliste për të drejta njeriu. Madje në emisionin e Eni Vasilit që më keq ardhi, por nuk isha aty, më fliste që ajo ishte aktiviste të drejtave të njeriu dhe realisht më përshtirose çdo fjalë e saj që thoshte më shumë. Më mirë flit si shkrimtare se sa për drejta njeriu, sepse pesha morale e vrasjes e pushkatimit të atyre dy poetëve që kanë edhe bustet e tyre, duket në qytetin e Pogradecit, nuk e di ajo më saktë. Po të më flasi mua kjo femër, të më mbroj mua të drejtën time, një femër e tillë, unë kam frikë nga kjo femër. Nga interpretimi që ajo i bën shamis time, unë kam frikë, sepse siç u pushkatuan ato poet, nesër mua më pushkatojnë thonjza ligjërisht nga interpretimet që kjo shkrimtare bën dhe turpësisht e marrin për referencë, qofshin media, qofshin ajo ka dhe emisionet e saj që drejton në mënyrë të paturpshme, unë do ta akseptoja dhe jam shumë e revoltuar për këtë, domethënë.
Të fakt që një person si ky njeri me 2 vrasje mbi supa, të dalit më flasin mua për të drejtën time të veshjes, më duket absurde. Kam dëgjuar rastisht të natë emisionin tek Top Channel, me sa kujtoj që trajtohesh të kjo lloj bisede në lidhje me pushkatimet që janë bërë shumë kohë më parë. Megjithatë, ne nëse ajo I ka bërë gjyqin dikujt tjetër, ne nuk duam bëjmë të njëjtin gabim, ti bëjmë interpretimin. Pra, 2 poetët kishin bërë një poezi, vjen Diana Çuli dhe thotë, sipas mendimit tim, kjo poezia nuk është brenda rregullave që donte sistemi. Pra, ka nota të tilla që s'ishin të lejueshme. Pra ishte eksperte letrare, të cilët ftohen në një proces gjyqësor dhe gjykata ka për obligim t'i marri patjetër mendimin, këtë e them nga ana profesionale, domethënë, ka patjetër obligim t'i marri mendimin e ekspertit. Pra mendimi I ekspertit është absolut. Gjykata nuk mund ta kundërshtojë ekspertit dhe të thotë, ti e ke gabim dhe unë që jam gjykatës, njoh vetëm ligjet, nuk e njoh letërsinë fare, të them unë e kam saktë. Kështu që ajo pranoi puna e saj si pranoj, ajo ka kaluar, është mbyllur, po sot ti nuk mund të kesh më të drejtë të flasësh. Mbas është kompleksi I trashëguar, mund të jetë edhe kjo. Sidomos të flasësh një person që ka pranuar të jetë pjesë e një sistemi ateist, që kanë shënë xhamia, që kanë mohuar Zotin, të flasi dhe të gjykojë, të analizojë një person fetar. Se vërtet feja nuk e duam e tjerë, ama duhet ketë se s'bën një kod moral që ta mbaj këtë popull, sepse për ndryshe I mori lumi njerëzit. E ti është puna juka, nuk e di, e ke njohur aktivistët të drejtave të njeriut. Gjithmonë janë për vete vinë o nga një shtresë e diskriminuar, ose kanë vetë ato mbi supe, një histori të tyre, të cilat, domethënë I ka bërë që ato të jenë aktive në këtë fushë. Kjo është arsyeja pse të motivon qëllimin që ti ke. Domun kemi për shembull nëna që kanë shoqata apo themi për X sëmundje, pse se kanë fëmijën e tyre të smur nga sëmundja. Pra motivi I lëvizjes së tyre. Ka një shtys, domethënë që I bën ato. Është I sinqert dhe është real, ekziston. Dhe këto aktivistët e drejtave të njeriut që I kanë shkel të drejtat e njeriut, sa kanë pas mundësi, domethënë, dhe tani të më vinë më promovojnë të drejtat e njeriut, unë nuk e besoj. Domethënë, këtu besueshmëria është zero. Fatkeqësisht është e vërtetë dhe ne duhet ta pranojmë, domethënë sepse kur të dalësh ti bësh moralin tjetrit, minimalisht deri diku duhet të jesh në rregull me këtë pjesë. Të paktën mos të drejtohet tjetri me kundërpërgjigje. Dhe kjo pjesa që unë nuk e kam konkretisht me Dianën, me kush ishte Zoti Kikia, kush do qoftë, këtu mendoj që janë shumë si po shton të dalin ignorant ta fund tani. Mendoj që janë shumë si këto të 2 personazhe dhe gjithë problemi është se pse ne duhet krijojmë këtë lloj barrierash me njëri tjetrin. Unë insistoj te kjo pikë dhe prapë kthehem her pas here, sepse nuk ka pse ti brengos, nuk e di, është një fenomen që na ndodh ne këtu. Gjithmonë kur vjen sezoni veror, se krijohet një lloj zagushie, po themi, në gjuhën popullore, që këtu na thon dhe ikni nga ky plazh. Këtu është një lloj vape artificiale, po themi, përveç vapës nga Zoti natyrale, edhe njerëzit e shtojnë pak ato, domethënë. Edhe hiç vëmendjen tjetër, duhet bësh një bum. Edhe ky bum ndodh këtu. Po jo vetëm këtë rast, domethënë unë e pres, unë çdo vit, domethënë mirë pres bile këtë gjë, sepse unë e di që kjo do ndodhi. Nëse këtu ka diçka të mirë kur flitet mbi muslimanët dhe jetesën e tyre. Sqarohen dhe pjesa tjetër që kanë nevojë të dinë, ë? Mirë, po është problemi këtu sepse ne hasim këtë lloj që nga autobusi apo kudo që udhtojmë, domethënë, edhe përballemi me njerëz, edhe nga shikimet, sepse kuptohen çdo gjë është mos e dukshme tani, nuk është se njerëzit shprehin. Edhe para gjykime, ëh. Po shumë sa herë marr varg në Shëngjin që kam shtëpinë time, edhe tani më thoshin mua që ikti nga plazhi publik I Shëngjinit, ndërkohë që unë aty kam shtëpinë, domethënë, sepse kam marrë nga fumi botës tani. Ti nga ai plazhi, ti nuk duhet të jesh këtu, se kam marrë nga funi botës se duam plazhin tat, që shijoj atë plazhin gjithë vitin, ë? Unë Shëngjinin, me thënë drejtën, nuk e kam pas ndër preferencat e mia, po nuk kam shtëpi më vaj, si ka bëj? Një sekond. Po them këtë gjë para 3 ditësh kam qenë Shëngjin, po e lidh pak me bisedën. Po dola, domethënë mora përshtypje të mira nga Shëngjini, edhe pse kisha para gjyku pa drejt. Mirë, është civilizuar, nga fshat është bërë pak më modern si Miami Beach, kështu që. Mbasi mora shtys nga debati. Ka degeneruar shumë, ta themi. Unë fakt, për momentin jam pak e zënë me punët e mia, po I kisha shtyr disi ato pushimet, hajde se kemi kohë, kemi korrikun, kemi gushtin si gjithmonë. Dhe hajde më thash se po shkojmë një po themi pushim ditor, si ato që
të nxisin kështu këto debatët si kur ta shtojnë vapën edhe thua burrat që të freskohen. Aty gjeta një popull, domethënë me 80% kosovar. Po, edhe gjuhën të ta ndryshosh. Dhe përveç faktit që kosovarët janë shumë më të sjellshëm se ne, domethënë vura re që edhe 20% që kishte bërë shumë ndryshim, ëh? Aty domethënë ishin sheshu shumë gjëra. Unë nuk hasa islamofobi. O njerëz. Nuk ka një lloj paragjykimi të tillë, për shembull ta zëm. Meqense unë jam e mbuluar dhe kosovarët e kanë edhe më të theksuar këtë që të mbuluarat janë ignorante, sepse kanë patur një histori tjetër fetare, ndryshe nga jona, ndryshe nga ne që kemi filluar pas një shkëputje të gjatë 30 vjeçare, kemi filluar fen pastaj rishtazi dhe kemi zgjedhur, kemi luftuar me familjen tonë e të gjitha me radhë. Kosovarët kanë një lloj tradite të vazhduar pa ndërprerje. Dhe çfarë më ndodh që po të thoja, më paragjykojnë kur unë shkoj me veshjen time, me burkini, dhe shkoj aty dhe unë normalisht sipas logjikës së tyre nuk duhet të di not. Ndërkohë që unë e kam hobi notin dhe pastaj po flisni për migenën, dhe që shkoj pastaj shumë thellë edhe jashtëmase shumë thellë, aty ku shkojnë varga, domethënë të tyre, ato me fjalë aty shkojnë vetëm me varg, ose ku shkoj marr kanoan, që është prapë një hobi ime, edhe kur shkoj aty më thon, madje isha me 2 fëmijë, nipin time dhe isha aty, më thot ky i varkave, thot po kujdes fëmijët, vetëm do shkosh sepse ai mendonte që unë nuk di not dhe mund ndodhi diçka dhe fëmijët e mi do të ndjehen në rrezik. I them ti mendon që unë s'di not? Domethënë, dhe ajo ishte një përgjigje për personin. Nëse unë do isha pa burkinin, në këtë rast nuk mendoj se do isha para një pyetje të tillë, domethënë, ose një herë që kam vajtur prapë me kanoe shumë larg, është lajmëruar policia sepse mendonin që kjo s'di të fehet, edhe kanë ardhur me marr kështu me motoskaf ujë, domethënë që hajde se ke shkuar shumë larg. Domethënë, këto janë ca paragjykime që mirë është kjo që hajde më fillim, okay, ose biseda e parë dhe tjetri shkrinat të akullin nga s'kan thënë kot, fjala është ajo që gjithsesi unë jam pro kësaj, pro ides që nuk ka një etik në plazh. Ne e krijojmë atë etik. Plazhet janë publike, edhe në një shkrim që unë pata bërë për këtë pjesë, pata cilësuar që si ka filluar plazhi, ka filluar me fustane, madje ne do të ilustrojmë dhe me foto si kanë qenë plazhet, që ishin karroca me çatime kështu, që futeshin në det dhe gratë nuk dilnin nga ajo karroca. Pse? Se quhej vetëm larja në det plazh, nuk ishte ky qëndrimi në diell, domethënë. Dielli ishte i dëmshëm për lëkurën, dielli nuk duhet të nxinte. Pastaj ka qenë dhe ky mentaliteti, domethënë, një skllave është me ngjyrë, një aristokrate e lirë, një femër e lirë, duhet ta kapi dielli. Madje ato rrinin me dorashka, me çadra, megjithëse mbanin shami, flasin për këto vitet e 900, domethënë shekullin 18-19. Me gjithë pas revolucionit francez, pas ndarjes së shtetit nga kisha, tendencës për të zbuluar gratë, gjithsesi vazhdoi një lloj etike ose një lloj ndasie që veshja tregonte një femër shumë herë më të lirë. Aristokracia gjithmonë ka lidhje me veshjen, për hir të vërtetës, domethënë, s'kemi si ta marrim. Realisht kisha marrë shembull Elisabetën, mbretreshën e Anglisë. Ato kapelet e bukura me tantella që kanë mbajt konteshat me ato fustanet e bukura mondane, domethënë. Po edhe princesha Diana u përfol shumë për shkak të zhveshjes, sepse nuk ishte në etikën sepse ndalon oborin mbretëror, që të vishte dekoltere shumë të hapura apo funde shumë të shkurtra, pavarësisht si gjërat kanë mbajtur tani. Domethënë, nuk është se ka kjo veshja ose kjo etika lidhje me ndonjë farë civilizimi. Në momentin që shohë një diçka të bukur, kam has një kështu, diçka që më ka tërheq vëmendjen, sepse në momentin kur e shohin të bukurën, rastin konkret marrim migenën, kemi shembullin këtu, studio, nuk mendoj që ka njëri që paragjykon ty, apo qoftë edhe vajza tjera. Nuk e di, më duket absurde të paragjykosh një vajzë që vishet bukur. Dyert e gjykatave. Unë shkoj si avokate dhe më ka ndodhur që klienti im, pala kundërshtare dhe klienti im dhe gjyqtari, që nuk e dinin unë jam avokatja, të flasin në prezencën time gjëra që s'duhet i flisnin, në dëm të çështjes sepse ata menduan që unë isha familjare. Ka paragjykime pafundme. Ka dhe diçka, Migena, se unë mbase nuk kam pas eksperjenca me gjyqet, me
Kam punu në për universitete më herët, kështu... Po në ambientin ndoshta i çik më shumë fetare? Jo, kam punu në 70% e rasteve të punësimit kam qenë në shoqata organizata fetare. Dhe kjo është çik më e Po, dhe kjo ka qenë më se e thjeshtë për mu. Mirë, po 30%, po themi që jam edhe tip që tendoj gjithmonë të thyje të heshtin dhe bëja të skupin lajmin, kudo që jam. Pse duhet? Jo, unë e bëj unë, nuk e... Jo e qartë, po pse duhet unë të vijem përpara kësaj lloji shenjestre? Pse unë duhet të them gjithkohë në vend që të jetoj jetën time rehat, të kupton? Të rri aty ka çadra të haj një misër ca fara të lexoj një libër, më vjen kikia më prishra aty dhe po ti e dhunuar, e kupton? Unë aty për çfarë Shiftoj kikin për ndani një misër bashkë ose një kafe edhe kem një laptop ka e çadra, gjykimi këtu mi gjena. Po shoh sa film aty po kraqem. Ti duhet të jesh në atë moment në shtëpi e dashur, duke u kujdesur për fëmijët dhe jo ti jesh në çadër duke shiu misrin. Misri përket tjetër kujt. Kështu që i ke zënë privatësinë pronën tjetrit. Jo, kiz unë e kam privuar nga pamjet që ai dëshiron të shoh sepse është mashkull dhe e kam privuar dhe ai ka frikë se ato femrat e bukura që shef nëpër plazh nuk do i shohin më sepse neve ato femra mund të tentojnë dhe të imitojnë mua apo tjetrën e ti fij nat pas. Kjo është arsye kryesore dhe mos e lëvizni bisedën që këtu, mbanja këtu nivelin e debatit. Këtu është gjithë molla sherit, po themi gjithë diskutimi, që çfarë po bëhet, ku po shkon bota, po na privojnë nga, po themi mishi i femrës, se po flas me gjuhën më të vulgare të mundshme. Po na privohet shikimi, çfarë po bëhet këtu? Domethënë ne jemi mësuar na lini këtu ku jemi, sepse kjo lloj jete është shumë më thjeshtë se ajo që da ofroni ju të tjerët. Përderisa i kemi zgjedh vetë, nuk ka arsye që ne të vendosemi si viktima. Ne jemi mësuar të kemi atë sekretaren me minifund aty në zyrë, nuk e duam atë sekretaren me shamin, sepse ajo e ka mendjen të mbaroj punën dhe të kthehet te familja saj. Ndërsa kjo ofron më shumë se sa rroga që merr, se sa ajo që paguhet. Dhe këtu ke shumë full option i themi ne, ke shumë informacion nga kjo lloj femre dhe shumë shërbim. Kështu që duhet se s'bën të ndërgjegjësojmë jo njerëz që morali rrit shoqërinë, sepse mungesa e moralit vetëm se e shkatron jetën e njeriu. Do të thënë mos ishte morali çfarë dallimi do kishim ne nga xhungla, po themi, Nga kafshët. Është shumë e thjeshtë për ta kuptuar, nuk ka nevojë ta sqaroj unë, as ta them unë apo dikush tjetër, as për qenë teolog, nuk është nevoja. Çdo njeri që ka sepse Zotin e besojnë gjithë pa përjashtime, janë më fetar se unë që po flas tani. Dhe mua më vjen keq kur ti beson Zotin, ti pse nuk e merr në konsiderat atë që thot Zoti? Ti pas ka kriju një Zot, se ti nuk ka ardhur nga hiçi, nga asgjëja. Se as toka dhe qielli nuk u kriju nga asgjëja. Është një krijues. Për këtë gotën është një profesionist, po themi. Kështu gjithçka e ka një krijues. Atëherë, çfarë kërkon krijuesi nga ne? Silluni mirë thot me njëri tjetrin, mos krijoni trazira në tokë, mos krijoni përçarje, mos përgojoni njëri tjetrin, mos ofendoni njëri tjetrin, mos i hani të drejtën tjetrit hakun, mos vrisni tjetrin, gjaku i tjetrit është mëkat. Kush ka vrarë një njeri, ka vrarë gjithë njerëzimin. Do të thënë këto janë, po themi, parime universale që i kam përsërit shumë e shumë para meje. Mirë, po unë kam nevojë që t'i përsërisim prapë sot, sepse gjithmonë ne kemi nevojë. Edhe ne që jemi brymos që fëmijë, sepse unë kam origjinën nga familja, dhe unë që fëmijë në këtë rrugë kam qenë, dhe nuk është se do ndryshoj apo ndryshova gjatë rrugës, duke qenë se kisha një gjyshe që vazhdimisht, domethënë fliste rreth kësaj rruge. Tani kam dalë në mendimin që ka bërë shumë mirë gjyshja që më ka fut, nuk ka asnjë dhunë këtu, asnjë detyrim. Unë tani jam e pjekur, gjyshja nuk jeton më, ka shku në botën tjetër. Kam të drejtën e plot, të vazhdoj çfarë të dua dhe familja nuk më imponon as pak, edhe pse prindrit e mi janë, domethënë, vetë prindrit janë ato që insistojnë më shumë se sa unë dhe kanë atë, domethënë, kemi traditë familjare. Megjithatë kanë këtë anë që janë shumë liberal. Ne mbahemi për familje liberale, edhe pse është kriju kjo që dy brandët janë fanatikë të tjerë, ne mbahemi për familje liberale. Mu më lejojnë që të bëj çfarë dua vetë. Unë kam jetuar edhe vetëm, edhe pse vajzë me shami, kam jetuar disa kohë vetëm. Edhe opinioni mbase e paragjykon këtë gjë. E kuptoni që fanatizmat dhe këto gjëra s'kan lidhje fare me
Islami Je dhunuar nga dikush patjetër, pas mentor kikis. duhet dhunohesha, me siguri. Duhet t'jesh patjetër Po. viktim. Kesha mi baras viktim. Unë do të pyesja Dafinën sepse më thoshte që për disa situata ku ishe ndjerë vërtet kështu keq gjatë kohës që ti eci me motorë dhe Realisht kam pas shumë probleme të tilla. Janë disa raste, domethënë, unë kam qenë me, siç e quan me motorin tim. Me motorin tim mbaroj shumë punë, ndërkohë që këto në paragjikimet trafikun e rënduar Tiranës më herë. këto paragjikimet që të tilla, domethënë femër me shami dhe me motor, ku shkon, çfarë bën, si vepron, janë të panumërta. Shumë tërheq vëmendjen. Edhe domethënë ka pas raste që na kanë filmuar unë me mbesën, edhe mbesa ime është po me shami. Madje një herë kam pas dhe dajon mbrapa. Dhe duke na filmuar me kështu, edhe unë vërtet jam ndier keq. Edhe kam ndaluar. Nga makina domethënë. Po, nga makina dhe persona të rritur, njerëz me kostume kollare që e mbajnë veten se janë. Edhe i them, ç'është kjo, ç'është ky Se veprim? duhet filmosh, A jemi ne, unë apo të filmoj ty? Domethënë, a është kjo një e drejtë? Domethënë, dukesh goxha njëri, edhe ka vu dhe çfarë mbrapa, domethënë siç janë kështu shqiptarët në përgjithësi, edhe domethënë më kanë shqetësuar të fakte. Edhe të tjera raste ka pafund, domethënë që jemi në fokusin e thjesht të gjithëve. Në autobus, në rrugë, kudo. Në shkollë kam pasur probleme pafund. Në universitet e ke fjalën? Në universitet, po. Kam pas parajgjikime nga më të ndryshme, domethënë, edhe padrejtësien janë bërë, por ne Nga profesorët nga këto? Po edhe profesorët edhe studentët, domethënë. Probleme të tilla ka pas boll në jetën time, po ne mundohemi ti kalojmë kështu. Ana shkalojmë, mama, gjithkohën po përfitoj nga kjo toleranca jonë dhe gjithkohën po na sulmojnë, po Me thënë ndalojnë. drejtën ka pas raste që Po na bëjnë edhe njeriu vipa pa qenë. Edhe kjo është në fakt. Para ca kohësh refuzoja pjesëmarrjen në emision, thoja unë jam avokate tani, nuk dua të marr pjesë në emision vetëm pse visha unë ndryshe nga ty. S'është as emision mode, ne po flasim për çështje sociale. Okej, hajde flasim për modë dhe flasim për shamin. Por që më duke shumë absurde që vetëm pse ti ke vënë një shamin mbi kokë, duhet bësh objekt bisedash, objekt i gjithë këtyre sulmeve mediatike, të diskriminohesh pafund, të vendosësh në qendër të vëmendjes. Është shqetësuese, ha? Që t'jemi realist, ne e bëm kështu pak si me ngjyra rozë i dham debatit sot, po realiteti është komplet gri, që ta pranojmë këtë gjë. Dhe unë vetë njoh domethënë edhe nga ato që lexojmë, po edhe kemi pas edhe raste konkrete, duke qenë se punoj në një fondacion me fëmijët tim. Po kam pas edhe raste tjera përveç fëmijëve, domethënë shoh që janë vajza të rritura, domethënë që nuk u jepet një drejt studimi, nuk u jepet një shans për jetën. Ka domethënë probleme që fillojnë që nga familja, pastaj se çfarë do thon fisi etj, gjëra të kësaj natyre. Domethënë ne i hasim dhe ne ndjejmë këtë frym se këtu jetojmë, jemi autokton domethënë të këtij vendi. Mirë, po kjo gjë është gabim sepse kjo shkakton gjithë këto problemet e tjera dhe në vend që të merremi me çështje më të rëndësishme që i përkasin vendit, sepse gjithsecili duhet kontribuojë aty ku i jepet mundësia. Ne merremi me debate shterp, se këto janë komplet shterp, se ti nuk është se po ti e futat kovën në puz dhe nuk nxjerr ujë, në një puz të thatë, po themi. Dhe kjo gjë nuk sjell asnjë produktivitet për vendin, përveç se shkakton një përçarje, përveç se domethënë çfokuson atë vëmendjen e popullatës, edhe hajde ju të shit merremi me këtë gjë, sepse u bë kohë që nuk kishim një skup, një lajm për show mediatik. Jo, viktimizimi që po na bëjnë është ky, është pikërisht ky veprim që shkelje drejtat të njerëzit. Jo shamia që unë baj. Po? Fakti që ti mua më bën viktim, ti më vendos mua në dyshim, dhe unë duhet të dal tani dhe të them ty, jo, unë si jam viktime, kam zgjedhur vetë etj. Kjo për mua është një lloj sulmi i padrejtë. Kjo është shkelje drejtat të njerëzit, që ti nuk respekton të drejtën time, lirinë time, për të zgjedhur të vishem si të dua unë. Për të shkuar në plazh unë ose si hipi, ose në mënyrë tjetër është zgjedhja ime. Është debat shumë i madh edhe nuk do përfundoj, por jo, do përfundoj për sa kohë sqarohen gjërat. Po, inshallah do përfundoj, ama përderisa
ka toni kaq tegra, domethënë unë i has tek ato komentuesit në internet, domethënë në për portalet ndryshme që lexon. Shajnë, ofendojnë. Aty ka një agresivitet, një islamofobi po themi, po në përgjithësi një urrëtie, racizëm, nuk është thjesht islamofobi, se islamofobia është shumë e thjeshtë. Aty ka një mblef, aty ka një kompleks inferioritetit njerëzve dhe ose një dëshirë për t'ja atribu dhe për t'ja lënë fajin tjetrit, që ti mbaje fajin, sepse ne jemi këto që jemi. Jetojmë në një vend ku gruaja dhunohet, ku gruaja vritet, ku gruaja masakrohet, domethënë, para do të mbulojmë gjitha këto dhe do merremi me këto tjetra. Gratë në Shqipëri kanë aq shumë probleme reale, me statistika, me të gjitha të evidentuara, nuk ka absolutisht asnjë lloj ankese nga gratë muslimane që të thonë për arsye fetare unë jam dhunuar, absolutisht, mund dhunohen për çdo lloj arsyesh, po jo arsye fetare. Pra, të dhunohet një femër pse nuk vë shamin, po themi, apo të dhunohet një femër nuk ekziston. Nuk ka këtë dhune në familje. Edhe në rastet që kam pas familje muslimane me probleme dhune, nuk ka qenë ky problemi. Kanë qenë krejt problemet të tjera, unë edhe gjatë punës si avokate, rastet e mia që kanë mbrojtur, absolutisht nuk kanë dhunë në familje për arsye fetare, absolutisht fare, zero. Përkundrazi mund të ketë kundërshti sherre për lloj problemesh ekonomike. Po e dinë edhe kjo pjesa që paragjykon, e dinë ato që se jetojnë, ato na kanë mesin e tyre ne, nuk është se ne po vime dhe po rrëfim diçka të vërtet. Ato ne jemi komshi me këto, jemi shumë të afërt me njëri tjetrin, po, edhe natë ditë kemi këtu krah është që janë aq, domethënë, pa karakter mund ta them, vjen keq e them këtë, por duhet ta them, për sa kohë kur më ke përballë, nuk thuaj gjysmë fjala, kur më ke përballë, nuk e thua atë mendim dhe shkon u bën një artikull nga mbrapa. Ai mentorikja kur ka bërë atë çadrën, ose ai shoku që ka bërë atë foton, nuk ka shkuar ta pyesë atë gruan. A je mirë? A je lumtur? Mazallah, i themi ne, po të ishte mbyt në det ajo, ky do kishte pas e ir duke bërë artikullin, po them, ja? Se do t'i shkote lajmi se s'bën, ë? Po, normal. Gjithsesi, lajket i kapi, ai fitore është e papame për atë person. Po, se vëmendje nuk ishte më herë. Okej, njerëz, nëse doni të bëni lajm, merruni me femrat veçami. Ky është mesazhi. Këtë e kemi kuptuar tashmë që kur s'kan ç'a provojnë, gjejnë një temë për shamin edhe direkt bëhet sensibil edhe. Nëse do ta dinin ato që këto femra që dhunohen, t'i kthehemi tani se i themi një fjalë popullore, nuk kemi ku ta çojmë njëri tjetrin, ë? As ato s'kan ku t'na çojnë ne, dhe as ne s'kemi ku t'i çojmë ato. Duhet ta pranojmë njëri tjetrin. Shquhemi për tolerancë, le ta tregojmë veten pra që jemi tolerant, kemi rastin më të mirë. Rasti i palës që po themi keq kuptuese, nuk po themi dashakeqëse, se nuk na e duan kurse si të keqen. Është po supozojmë lind nga këto keq kuptimet që ky personi që u mor me vajzën që e pa poshtë çadrës dhe e fotografoi, domethënë në mënyrë të fshehtë. E para punës është temë tjetër kjo që s'kishte drejtë etj, s'po merremi me këtë pjesë. Ky person në qoftë se do të kishte pas qoftë edhe një kontakt me një vajzë me shami, apo qoftë me bashorti i tij, se mbase nuk do kishte mundësi që të njihet nga afër me vajzën në fjalë, ky do kishte dalë në tjetër për tjetër konkluzion. Do ishte bë pishman, kur thon turqit nga jo. Amon më thuaj që je dhunuar. Do kishte bë një artikull tjetër për vajzën, ose për qoftë edhe për dikë tjetër. Dalim ke plaga jonë e shoqërisë që është dhunimi i grave, ose po themi paragjykimi i femrës që bëhet që ka qenë historikisht, por që bëhet sidomos në Shqipëri, në vendin tonë. Pse mos merremi pak me këtë gjë? Gjithë kontribojmë, ne për këtë punë jemi këtu, që të ofrojmë, nëse ne kemi një zgjidhje, një ofertë, një alternativë, ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë qoftë edhe me këtë pjesë. Le të na ftojnë më vlla, le të na ftojnë se ne përgjigjemi, ne nuk kemi ato që mçefemi atje në çadër. Ne dalim shumë mirë nga çadra. Edhe dim si dalim. Edhe ofrojmë edhe zgjidhjen mbase, pse jo? Ku ta dim ne? Edhe çadra është një zgjidhje personale e asaj familje, ëh, sepse po çfarë është çadra? Marrim çfarë është çadra në anën terminologjike. Çfarë është çadra, lind pyetja. Po çadra është çadër, se s'ke pse i shton vlera më shumë se ç'është për veten e saj. Çadra këtu në Shqipëri është bë, domethënë, objekt bisede gjithsesi. Çadrën e kanë përdorur edhe të tjerët, siç tham, ne kemi pasur çadrat me ato kuajt në për foto që tregojnë, domethënë, që i përmendët dhe ju Migena pak më parë,
Do thënë aristokratët i merrnin gratë e tyre dhe i strehonin çadër për faktin se nuk duhet i kapte dielli më shumë se ç'duhet etj etj. Pra, ajo shërben për një ka një funksion. Ai pritej koka direkt. Se pe gruan e aristokratit. Po mirë më vlla se e ka pronën e vet ai gruan, nuk e ka për ty. Që ta shikosh ti, do të thosh ti po nuk është pronë, se këtu lind gjithë, nuk është gruaja pronë thot ai, po nuk po themi pronë në aspektin objektit. Nuk e ka, nuk është objekt, se ne jemi njerëz. Është familjare. Është, do të thënë, është diçka që është intimitet që ndahet në familje dhe në çift. Nuk e ka po Zoti që ne dalim se do të ishim kafsh, o njerëz. Jo, po nuk e du, thot ai unë këtë gjë, po unë e du këtë tjetrën. Ti i lirë ti vrau. Vazhdo ti gjithmonë. Tu që ti s'mundalon do të mua, s'u s'ndaloj do ty. Çka ka këtu? Për të keq kuptuar. Është njësoj si të thuash, gruaja e filanit, që ne kemi në zhargonin e përditshëm. Nëse thua gruaja e filan, gruaja mentorit ashtu, se do ta përfol siç ai ka dhënë drejtën vetë se na përfol ne, nuk vjen fare keq domethënë. Me kishartë që s'e kam pas përballë për t'ia thënë këtë, po s'ja përtoj edhe kur ta kem, nejse. Jo, mund të vi, mund të diskutojmë, mund ta shtrojmë si bisedë, pse jo? Po, patjetër, po s'dua ta bëj më të rëndësishëm se ç'është bërë faktikisht. Po për të gjithë mentorat e tjerë, domethënë, me këto emrat muslimane dhe gjoja thonë, unë jam musliman, po jo praktikant, sa justifikimet... Janë laraman, jo musliman, këto quhen laraman. Këto justifikimet që nuk e di, t'ja thonë Zotit më mirë, se nuk më intereson fare përgatësia fetare, ajo është diçka, një raport me Zotin, je musliman 10%, 20% e ke për Zotin, se ke fare për mua, gjithsesi ideja është kështu, që kur i thua gruaja mentorit, nuk konsiderohet fare pranë. Po kur një muslimane thot, unë jam gruaja e filanit, edhe unë me këtë filanin kam rënë dakord të kem X raport në komunikimin tim me shoqërinë apo me pjesën tjetër. Ky është një marrëveshje që unë e kam me bashkëshortin tim. Pse unë duhet quhem e dhunuar dhe kjo që i thuhet gruaja e filanit nuk qen nga e dhunuar, është e lirë dhe është Pra, domethënë më duket një tendencë që nuk paraqet realitetin, dhe kur themi gruaja është pronë, unë s'lejoj burrit ta shkoj etj. Absolutisht, nuk është pronë gruaja më vlla, po pse duhet kuptohet një herë që gruaja është grua, burri është burr, të dy janë partnerë dhe të dy nuk po themi që është një kontratë sepse do ta krahasoni me biznese apo me këto marrëveshjet e rëndomta. Ajeti që thuhet në Kur'an kur Zoti krijoi gruan nga Ademi, domethënë Zoti krijoi shoqja e burrit, është e barabartë 100% me të. Siç janë të barabarta dy shuplakat e duarve, nëse bashkohen përputhen 100%. Janë të ndryshëm për plotësojnë njëri tjetrin, sepse njëra dorë ndihmon dorën tjetër. Për këtë i krijoi Zoti, o njerëz, ky është misioni, ky është qëllimi. Tani, trajtohe si ta trajtosh temën, sociologjikisht, shkencërisht, si të duash, domethënë politikisht, emocionalisht, po themi. Çështja është që burri është kujdestar i femrës së tij, se ky është ligji i natyrës, i familjes. Është edhe për fëmijët. Dhe çdo njeri ka pjesën e xhelozisë që mbart në genet e tij, sepse edhe këto që edhe po marrim rastin konkret, femrave që veshen me këtë veshjen klasike tradicionale, edhe ato e kanë atë mos them që më shumë se ne, e ruajnë me rigorozitet atë fanatizmin e tyre, familjen e tyre, sepse nuk lejon tjetrit të shkelet privatësia, Në momentin që ti të përmendet emri, ne kemi hasë në për debate, në për studio, mos u merr me çështje private, po merru me çështje, ama kur i preket e vet aty domethënë shpërthen njeriu reagon. Pse duhet bëhesh ti sulmosh dikë tjetër, apo sepse ti nuk ke lidhje me atë person, edhe nuk të dhimbse tjetri. Gjithmonë është ajo që drejtoj etikën tek vetja para se t'ia drejtosh tjetrit. Po kjo duhet ka nevojë për moral, e dashur Migen, dhe morali këtu mungon, edhe për vullnet. Edhe ne kemi nevojë të kuptojmë këtë gjë si funksionon. Nuk ka nevojë ne të shit na tregon Nën Tereza sepse ajo e përfundoi misionin e vet. Ne duhet të jemi ne misionarët. Sa ajo shumë mirë ka pas me misionin e saj. Ka qenë si ka qenë, është tek Allahu, tek Zoti, e din ai tani se çfarë bën atë. Mos merre. Tereza është katolike, se të kishte qenë muslimane, ta shikoje ti Nën Terezën, do ishte apo jo aty ku është? Po Nën Tereza me shami ka qenë tani. Çfarë themi më shumë, ja vëm pikën muhabetit. E mbyllëm bisedën. Po jo, po ne na don Europa Nën Tereza shumë bukur. Ne edhe ndjekim shembullin e Marias, nënës së Jezusit që ka qenë në Shami. Shamia, mbulimi është
karakteristike të gjitha feve. Asnjë fe nuk e ka toleruar zbulimin e femrës, duke qenë se ajo është simboli i bukurës, duke qenë se kemi dhe ato e mbron veten e saj më mirë. Fotot artistike që nga këto fotografia Marubi, që kemi ato femrën me shami që ka dalë aty me, domethënë edhe pse i kanë nxjerrë ato flokët, që ka veshjen kombëtare, ne kemi Motratone, po, se nuk po më vite emri. Ne kemi domethënë një historinë tonë, pse shkojmë shumë larg? Do të thoshti që kanë bajt Ferrexhen, po ja, po tani futemi këtë debati se këtu është gjithë muhabeti, se dhe ato deri diku burkën nuk e durojmë dot, e di Migena, e di. Edhe ne nuk po e kërkojmë atë. Por ajo që më bë mua përshtypje është që e sillin Islamin sigur erdhi nga turqit, ndërkohë që xhamia më e vjetër e Beratit daton para se turqit të ishin në Shqipëri. Kemi parasysh që këtu kishim karvane tregtarësh që kalonin. Dhe Shqipëria ishte një ur kalimi e karvaneve tregtare dhe feja ishte përhapur nga tregtarët shumë herë më herët se sa të vinin turqit në Shqipëri. E para. E dyta, këto katolikët apo paganet apo çfarë ishin në atë kohë, këto të krishterë apo qa do lloj feje që shqiptarët pas kanë patur para perandorisë osmane. Mos vallë femrën e kishin të zbuluar, se mua kjo më intereson. Po i kemi dhe sot, më pse shkon aq larg? I ke në Laç, në këto vendet Milot e tjerë në Rrëshen, që i kanë ato veshjet karakteristike, domethënë ato që janë fanatik të fesë tyre, e mbajnë deri në fund atë rritin e tyre. Po pra, po na paraqesin sigur mbulimi vjen vetëm nga muslimanët. Diversiteti është i bukur. Po që mbulimi është karakteristike të gjitha feve. Pse jemi, domethënë, ku është lezeti kur i thon? Pse jemi ku është gjithë bukuria këtu? Që ne të gjithë jemi të ndryshëm, ama të gjithë kemi një lloj identiteti kombëtar. Ne kur s'bëjmë, on s'bëjmë dot burra, burri s'bëhet dot grua. Secili ka atë, un kam fushën time që jap kontriboj, tjetri ka të vetën. Të gjithë jemi të ndryshëm, po jemi të barabartë ama. Jo, po sa kohë jemi të lirë të bëjmë. Nuk është veshja ajo që na bën. Kemi raste shembuj patriotësh të mëdhenj, domethënë shqiptar, Vebi, Dibra, Hasan Tahsini etj, domethënë se tani mbase nuk më vijnë gjithë emrat. Figura të shquara të popullit që kanë lënë gjurmë pa shlyshme. Ahmet Shkodra nuk e di nëse gaboj. Të gjithë këto ato kanë qenë themelus, po themi të shtetit shqiptar, që kanë pas role kyçe nëpër bashki, i kanë kontribuar në civilizimin, qytetrimin që sot ne po e shijojmë, po e gëzojmë, ta gëzojmë deri në fund, inshallah. Ama është çështja që duhet jemi mirënjohës ndaj kujtdo qoftë, siç ka kontribuar Dibra, Fanoli që ka qenë në Amerikë, që ka qenë një prift. Kush do qoftë, domethënë, ne kemi Kjo është pastaj debat tjetër, Ilka, sepse presidenti Nishani dekoroi vetëm figurat katolike, të cilët kontribuan në këtë shtet dhe u diskriminuan, u persekutuan nga regjimi komunist. Dhe asnjë figurë muslimane. Ato figura katolike na ekspozuan në sheshin në bulevardin e Tiranës me foto dhe nuk ishte momentin e ardhjes Papa Gjon Palit, po. Diskriminimi që na bëhet neve pastaj nga shteti është domethënë kjo është sistematike. Dalim nga tema pastaj. Po, e kuptoj. Të referohemi kësaj. Kemi shumë çështje që duhet trajtohen, mendoj, dhe vetëm me kështu diskutim të lirë dhe me të paqt dhe duke e respektuar tjetrin. Si thaj filozofi, nuk e di x filozof që unë, do të thënë, mbroj të drejtën e fjalës, ama unë vritëm për fjalën tënde, paka shumë diçka e tillë, tani s'po më vjen ndërmend. Do të thënë, deri në fund mbroj që ti të flasësh fjalën tënde. Ne, do të thënë, jemi ato që e tolerojmë palën tjetër, kështu që edhe tjerët presim mirëkuptim dhe tolerim edhe nga ata. Siç tolerojmë ne zhveshjen e grave? Tolerojmë ne, sepse edhe ne kemi shumë gjëra kundrejt tjerëve, ashtu siç kanë edhe ato kundrejt nesh. Është vezdi, domethënë në mes të qytetit ti të dalësh me bikini dhe kjo do të quhet ty liri dhe unë që dal me burkini, unë duhet të dhunohem dhe nuk respektoj etikën, ndërkohë që kjo tjetra që realisht nuk e respekton etikën, që domethënë unë s'di çfarë t'i them fëmijës tim në momentin që shikoj në mes të qytetit lëvizim me bikini, pa qenë nevoja, dhe s'di çfarë t'i them fëmijës tim. Përveç pastaj bashkëti apo që etikën deri në fund, domethënë ndiqni deri në fund, nëse doni që të bëni moralizuesin, bëni deri në fund. Mendoni se çfarë po thoni, kur ta thoni diçka, përpunonja, sepse fjala fillimisht duhet kaloj nga mendja, pastaj duhet
t'hidhet, po themi, ti adresohet dikujt. Dyshime pastaj kujt po I shërbej. Sepse është pak a shumë si shigjeta që do ta gjej një destinacion, ajo fjala kur t'hidhet, dhe do ta presi dikush, dhe ai tjetri do ketë një reagim, me siguri. Mos mendoni që ne jemi njerëz që nuk na ka fal Zoti gojë dhe nuk dim të vetë mbrojemi. Kemi të gjitha mundësitë ta bëjmë këtë gjë, domethënë, vetëm se kemi zgjedhur mënyrën e dialogut. Ne nuk jemi ato muslimanët që mendoni ju, që jemi të dhunshëm, që jemi harbutër, që jemi fanatik, që jemi ignorant, që jemi, domethënë, ku janë kategoria më e ulët e shtresa e popullsisë, identifikohen me Islamin, e keni shumë gabim, kemi këtu mjek, profesionist, doktor, shkencëtar, biolog, do të njerëz nga të gjitha fushat, edhe artist kemi gjithashtu. Ergesta Lopçe, që është një shkencëtare jeton në Itali, e cila është vlerësuar me çmim për vitin e dytë radhazi për kërkimet e saj që ka bërë në mjekësi, mos gaboj, dhe shikoja. Dhe tani po bën, do të thënë, po bën jashtëzakonisht lajm kohët e fundit, sepse ka. Po shikoja reagimet, ajo është një muslimane me shami që jeton në Itali, që suksesin e saj, të punës së saj, të shkencës që ajo kultivon, po e arrin në Itali dhe shikoja komentuesi shqiptar, krejt të pa punë, krejt pa produkt për shembull, që gjykonin atë dhe I thoshin, po ik moj arabe, çfarë shkencë mund na vinë aty. Ignoranca ishte kështu në maksimum, pse? Vetëm pse mban shami. Nëse ajo do t'ishte pa shami, do ishte ftuar këtu, do ishte dekoruar nga presidenti Nishani, do ishte bërë nder I ndonjë qyteti. Ajo realisht na ka bërë një nder shumë të madh gjithëve, sepse ajo është realisht shkencëtare për punën që po bën. Atë punë aq fisnike. Katolik, një shtet katolik siç është Italia. Nëse do ishte Shqipëri nuk do përkuptohej. Dhe neve shteti musliman me përqindje më të madhe muslimane e shajmë e denigrojmë vetëm se mban shami. Dhe absolutisht qyteti I saj origjinës Shkodra nuk e promovon dhe nuk e ka ftuar në ndonjë ceremoni këtu. Është viti I dytë radhazi që ajo vlerësohet si shkencëtarja më e mirë. Gjena, unë mendoj që thash edhe fillim, po do ta jap tani arsyeën sepse pse lind gjithë ky keqkuptim. Pse duhet mendojmë ne gjithmonë që bota arabe janë luftë dhe ato janë ato që I ka harru gjithë njerëzimi për shkak se ato janë njerëzit më të prapambetur në botë, për shkak se ato janë konfliktuoz. Ose diploma kanë sa të konfliktin ju a bën Amerika dhe NATO që shkon aty I bombardon e thotë keni po ju. Ose po marrim, do të thënë merret X persone dhe o burra. Ideja është këtu që gjithë këto lumë sharjes, gjithë këto gjëra që po lindin tani janë nga mosdia. Duhet kuptojmë diçka që pse mos kush e ka arsyeja këto që kanë musliman, Okej, çfarë është Islami? Pse mos kuptojmë pak më shumë? Mërë për kuriozitet, Robi, lexon 2 rjeshta, me numrim, 2 rjeshta, çfarë këto që na po na shqetësojnë, thjesht pse po na shqetësojnë kaq shumë? Unë, nëse do isha kurioze thjesht për dikë që bëhet aq I bezdisshëm për mua, do të shkoja dhe do e ftoja me një kafe. Ti vlla që po më shqetësona, mund pim një kafe. Kafe janë shumë mirë do. Pastaj nga mbrapa të qëndisin. Jo, a ka mundësi ta di arsyeën e gjithë këtij shqetësimi që po më shkakton? Këtu nuk ka asnjë interes për ta ditë. Ti I keq dhe pikë dhe këtu vetë vula, domethënë. Megjithatë, le t'ua japim ne këtë mundësi, meqense ato nuk e kërkojnë. Islam, e kanë thënë shumë njerëz, shumë teolog, shumë figura të ndritur, e kanë thënë dhe presidentët që nga më I pari deri te më I fundit që o njerëz, terrorizmi ka thënë ai burri I shtetit është tjetër gjë, feja është tjetër gjë, Islam është paqe. Sepse nëse marrim fjalën arabe, Islam, selam aleikum, do thot paqja Zotit qoftë mbi ju. Pse ti ma identifikon me luftën, me dhunën, me këtë, përderisa Zoti thotë është paqe. Zoti thotë është paqe dhe do paqen. Sepse Zoti është I bukur dhe do të bukurën, sepse Zoti I krijoi gjithë njerëzit. Sepse po mos kishte pas dëshirë dhe vullnet që t'i krijonte, nuk do I kishte kriju. Këtë duhet kuptojmë fillimisht. Dalim ke kjo pjesa tjetër, se si nisi Islami, nga një njeri, beduin, që e quajnë autorët e ndryshëm, I shkretirës, që I erdhi shpallje e Zotit. Okej, kam pranuar ato që është pejgamber Muhamedi, është profeti I Zotit. Ku është problemi këtu? Si vazhdojmë më te historia, se po I marr shumë pika përgjithshme tani, s'po I hym thellë bisedës. Vazhdoj këtu që arriti Islami u përhap nga cepi I fundit I botës, I Kinës, deri në Andaluzi, po themi, në Spanjë. Dhe u përfshi, do të thënë njerëzimi u përfshin në këtë fe, kaq me një shpejtësi, po themi, për çështje 4-5 dekada, dhe kjo mori një shtrirje, do të thënë, të jashtëzakonshme.
Dhe çfarë e bëri këtë fe që të përhapet kaq shpejt, përveç se mesazhit që përcolli, sepse ishte mesazhi ai që e bëri të përhapet kaq shpejt. Nuk mundesh ti kurrësi me dhunë tjetrin ta kthesh ashtu siç do ti. Është e pamundur. Mund bësh me mira eksperimente psikologjike, mund të na fletet e tafina mbase për këtë pjesë, po është e pamundur sepse unë kurrësi nuk do bëj sikur thot dikush tjetër, sepse unë kam këtë bindje. S'mundet dikush të më ndryshoj bindjen time. Le të prishet bota, le të shkatërrohet gjithçka. Unë kështu do vdes. Ndash t'u pëlqen, ndash mos ju pëlqen. Ama është çështja këtu që pas ka pas gjithë këtë impakt. Dalin pastaj te ato brezat e artë që te kemi shkencëtarët, domethënë që e morën mesazhin, çfarë tha feja, cili ishte ajeti i parë i Kuranit. Lexo, i tha profetit engjulli Xhebrail. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Pra, i tha lexo dhe Zoti tha zbriti libra, nuk zbriti armë nga qielli, Zoti zbriti libra. Nuk tha lufto, as dhuno. Dhe duke marrë këtë ajet muslimanët dhe duke e vënë praktik zbatim, arriti domethënë po themi kulmi i qytetërimit në Andaluzi, në Spanjën dhe dikurshme, që aty dolën pastaj ato kokat e formimit të civilizimit sotshëm që po e gëzojmë ne sot. Pastaj e vodhëm ne. Dhe ishte pikërisht Franca ajo që vdisnin njerëzit nga kolera në atë kohë, në Francë, kështu thuhet nga historia dhe nuk e kishin ide. Nuk e kishin ide se çfarë është abdesi, ëh? Që ishte një pastrim. Veç kësaj, po ne kemi një periudhë historike që quhet Mesjeda e Errët, dhe s'ka transmetime çfarë bën njerëzit, jetonin në forma fisesh, në formë tribush, domethënë. Kishin humbur çdo lloj sensi të shtetit dhe civilizimin, ndërkohë që lulëzonte kalifati musliman, perandoria muslimane, Spanja lulëzonte, kishte rrugë të ndriçuara në atë kohë, kishte sepse ai po vazhdonte me nëpërmjet ujit. Po ndishte parimin e leximit ai, ëh? Po ndishte parimin lexo dhe ishte duke lexuar ndërkohë ky, po themi, muslimani. Kemi hyrë shumë thellë, faktikisht, po largohemi nga debati. Dhe fatkeqësisht kemi arritur dhe në fund. Mua më pëlqeu ajo që ti the, domethënë asgjë nuk bëhet me dhunë, asgjë nuk arrihet me dhunë. Është e pamundur, është e pamundur. Edhe nuk e di Dafina, do të thuash diçka në fund apo jo? Nuk kam të shtoj më tepër se kaq. Okej. Atëherë mund t'i themi bashkarisht bëjmë dakord, më kjo del edhe si konkluzion i bisedës tonë që si mesazh. Dhuna juaj për të na hequr ne shamin apo për të na dhunuar edhe më shumë, se ç'po na dhunoni, duke mos na lejuar punësim, arsimim dhe drejtat barabarta qytetare, dhuna juaj nuk do të na bëjnë ne të braktisim atë që ne kemi ideal të jetës tonë, që është feja jonë, është besimi jonë. Nëse ne zgjedhim ta lëmë këtë fe apo këtë besim, nuk do jetë për shkakun tuaj, këtë ta keni të sigurt, domethënë. Mundësitë ku ne të marrim informacion, të kuptojmë që janë liritë, të drejtat, ligjet, e gjitha këto janë sot, ekzistojnë nëpërmjet internetit dhe shumë formave të tjera. Kështu që është e kohë të vazhdoni një luftë pa sens, një luftë raciste kundër vajzave me shani. Qofshin këto në plazh, qofshin këto në vende të tjera. Urojmë që ky të jetë një debat i cili ka përfunduar këtu edhe të mos vazhdojë më. Shikohemi në emisione të tjera. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.